Mbi 500 kërkesa për leje qëndrimi në muajsh numri i migrantëve që aplikojnë në Vlorë përveç kërkesave për fuqi punëtore për shtetas të huaj nga Filipinet, Egjipti, India që aplikojnë për leje qëndrimi, ka dhe shumë shtetas të tjerë që nga Australia e largët, Rusia, Ukraina, Italia që paraqiten tek zyrat e migracionit në Vlorë. Ndërkohë për shtetasin italian, këtu është shumë bukur dhe diferenca është kjo. Madje në Vlorë lëviz lirshëm dhe në orte vona, ndërsa në Itali është shumë e rrezikshme. Sì, per rinnovare il permesso di soggiorno. Jam pensionist italian, por rinovoj dokumentet dhe ky është viti 3 që jetoj në Vlorë. Unë jetoj me gruan, por është bukur dhe disa gjëra jo të mira do ndryshojnë në të ardhmen në Vlorë. Këtu jetojnë shumë pensionist italian dhe jetojnë shumë mirë, ndërkohë që Shqipëria me Italinë janë të pandashme. Sì, mi sono trasferito qua e vivo qua. Ho fatto il rinnovo perché era scaduto. Dopo il primo anno ho fatto il rinnovo. Për një viti jetoj në Vlorë. Rinovova dokumentet që më kishin skaduar dhe këtu ka shumë italian dhe ne jemi bashkë. Në Vlorë është shumë bukur dhe mendoj që këtu ka një diferencë me Italinë. Këtu në mbrëmje bën shëtitje pa asnjë problem, ndërsa në Itali, në Varese ku unë jetoj ka banda dhe të rinjt janë të rrezikshëm. Këtu jetohet mirë dhe gjëja e parë është siguria, plus klima e mirë, deti, njerëzit. Jemi shumë italian që jemi këtu. Shëtisim, ushqehemi, argëtohemi. Adesso sto facendo il primo documento. Jam nga Ravenna dhe po rinovoj dokumentet. Ndihemi shumë mirë këtu. Për qetësinë që na ofrohet, nuk ka kriminalitet dhe jemi shumë pensionistë që jetojnë këtu. Ndërsa një